Rubrika RFM për këtë javë do të njiheni me Milident. Pas sukseseve të një pas njëshme me pikën në Kashanek, familjarisht kanë vendosur që të vinë në Ferizaj për të investuar jo vetëm në një klinik stomatologjike me të gjitha kushtet e nevojshme, po dhe një ndër klinikat më të mira do thoja në Kosovë për nga standarde, pajisjet dhe gjithçka tjetër. Atje na ka prit me shumë dashamirësi doktore Besim Milazi, cili ka folë shumë sa i përket traditës familjare, planeve për të ardhmen dhe sigurisht për Milident. Ferizaj të shtuar një tjetër hapësirë moderne për kujdesin dëntar. Doktor Besim Milazi ka hapur klinikën e tij të re duke ofruar shërbime cilësore për të gjithë pacientët. Në këtë intervistë, ai na tregon më shumë rreth këtij projekti dhe vizionit të tij, duke ndarë me shikuesit e Zoom se si nis një ditë pune. Zakonisht si ditë hanë, në mëngjes fillojmë ashtu me dy fëmijët e mi, vajzën dhe djalin, tani mos stomatolog, po është edhe unë si endodont, specialist i smundjes dhomit, nga 2005 kemi dy ordinanca. Njërën ordinancë kemi në fshatën aty ku jetojmë dhe banojmë, po ordinancën tjetër tani e kemi hapur para pak ditësh në qytetin e Ferizajt. Duke parë të nevojshme që zgjerimi të bëhet tani, ata kanë vendosur që ordinancën e dytë ta hapin pikërisht në Ferizaj. 3 nga të 3 fëmijët kanë zgjedhur profesionin tim me dëshirën e tyre, atëherë duke e parë që duhet të zgjerohemi ne në veprimtarinë tonë, ne vendosëm që qyteti i Ferizajt është një treg më i hapur dhe më i kapshëm, vendosëm që së bashku në konsultim me fëmijët dhe familjen përgjithësi, vendosëm që ordinancën e dytë ta hapim në qytetin e Ferizajt dhe këtu kemi filluar para pak ditë dhe shpresojmë dhe besojmë se ashtu siç kemi pasur në ordinancën atje në vendin ku kemi dhe ku banojmë, besojmë që edhe qytetarët do të jenë këtu ashtu me ato shërbime që i kemi kryer atje. Ilaze përmendi se punon me fëmijët e tij, e kur ata i ke dhe koleg, sigurisht që kjo është sfidë në vete. Sa është munduar ai që ta gjej bilancën mes personales dhe profesionales? Jo, nuk kam ta quaj atë lloj kritike, po mbaj gjata sugjerimi jem për shkak se unë kam diplomuar qysh në paralyt në vitin 98, specializuar në vitin 2005 dhe nuk kam arritur unë për shkak të profesionit tjetër që kam bërë, nuk kam arritur ta përcjellë rutinën e zhvillimeve të teknologjisë stomatologjike. Kurse fëmijëve këtë jo preferoj që zakonisht të njekë seminare, trajnime të ndryshme që janë, të jenë hap me avancimin e teknikës stomatologjike për të qenë shumë afër pacientit, për ta kuptuar edhe sugjerimin që vjen nga pacienti, po në fund në fakt të arrim atë qëllimin e përbashkët që e ka edhe pacienti edhe mjeku. E kjo është të jenë të në fund që të ndahen dy të kënaqur me shërbimet që i kryejmë. Por cilat shërbime mund t'i gjejë një pacient në Milident? Unë kam titullin specialist i smundjes endodont, ai është domethënë profesioni im më i pëlqyer, po pastaj gjitha profesionet janë përgjithësi duke filluar nga protetika, duke nxjerrja e dhëmbëve, shërimi, blombimi e dhëmbëve, pastrimi, por tani sfundi së shpejt do të fillojmë edhe me implante dhe me ortodonci, nga se është një kërkesë e kohës dhe shpresojmë që edhe fëmijët janë të orientuar pikërisht në këto dy ndërtime specifike që koha i kërkon, prandaj na mendoj që shumë shpejti pacientëve do t'i ofrojmë këto shërbime. Fobia është pjesë e jetës sone, sidomos tek dhëmbët kur e dim që janë goxha të ndjeshëm. Kjo frikë mund të lidhet me përvoja të mëpershme të pakëndshme, ndjesinë e dhimbjes apo thjesht tingujt në ambientin e klinikës dentare. E për të kapërcyer gjithë këtë, është e rëndësishme të fillohet me hapa të vegjël, si dhe të zgjidhet një dentist i kuptueshëm e që komunikimi të jetë i hapur me të. Varësisht nga pacientët edhe na mundohemi ashtu kështu s'paku ta kuptojmë as pari frikën e pacientit, normal me mirëbesim duke bashkëbiseduar me ta, arrim deri te momenti ku na intervenojmë, cilën do formë që të jetë. Kemi raste kur kemi fobi, kemi pacientë që zakonisht kanë fobi nga stomatologët në forma të ndryshme, po megjithatë deri më tani për shkak provojës që kemi pasur, kemi arritur që sadopak, mos tham ndoshta i perfekt, por në përgjithësi më të madhe të kemi mirë kuptimin nga pacientët, spaku në fund të ndahemi të kënaqur me shërbimet që i kemi kryer pacientëve.
Parandalimi i trishjes së dhëmbëve është thelbësor për ruajtjen e një shëndeti të mirë oral dhe një buzëqeshje të bukur. Doktori jep disa këshilla që lidhen me këtë çështje. Implantët, zbardhimi, protezat ose aparatet ortodontike, siç e quajmë, kjo forma ku nuk kemi alternativë tjetër. Gjithmonë ne pacienti këshillojmë sidomos prindit tek fëmijët e tyre që të jenë në kontrollat e rregullat e fëmijëve të tyre, që spaku, domethënë ta parandalojmë, nga se parandalimi është bari më i mirë apo thënë veprimi më i mirë i stomatologut i mjekut në përgjithësi. Prandaj këshillat tona janë pikërisht që të jenë sa më afër stomatologëve në kontrolla rutine, pastaj që mos vim deri ajo rasti fundi, por ne po flasim në ekstremin e fundit ku nuk arrim të kemi rezultatin e ata që ne e synojmë, atëherë janë këto forma tjera të cilat ne synojmë që spaku të pacientëve të bëjmë shërbime dhe mos të ndihen, domethënë të hendikepuar për shkak mungesës së dhëmbëve. Për fund, Besimi Loazi ka një porosi që duhet patjetër ta dëgjoni. Pra, cilat janë pikat e forta të kësaj ordinance? Me qenë se kam një përvojë gjatë nga pjesa e komunës Kaçanikut, nifem si mjek, nuk thamë i perfeksionuar, po mjek që faktikisht kam pas një numër jashtëzakonisht të madh pacientëve dhe jemi tash i futur në tregun e një komune tjetër dhe shpresojmë që shërbimet që do t'i kryejmë na pikërisht kjo do të jetë ndoshta një reklam që pacientët që ta përcjellin të tjerë. Do të jetë shërbimi numër 1, por në fakt edhe mikpritja që do bëhet te pacientët. Dhe kjo do të jetë një nga ato që mendojmë që pacientët do ta sugjerojnë se ta përcjell te kolegët e tyre apo dikon tjetër ku ajo është më tarësisht. Milident, buzëqeshja juaj prioriteti ynë.